Sa i përket projekt ligjit në fjalë, pra që është sot para jush të nderuar deputet, bëhet fjalë për pakën mbështetëse për përballje me inflacionin, pra që është paralajmëruar pikërisht në këtë kuvend, në seancën ku kishin debatin se si të dilet në mbështetje qytetarëve. Pra me sa më kujtohet konkretisht, ishte pikërisht ai debat që nga të gjithë ju, një zëri, nga të gjithë deputetët kërkohej që qeveria të dalte në mbështetje qytetarëve dhe ne e paralajmëruam një gjë të tillë dhe ja ku e keni pakën sot. Pra pikërisht këto fjalë kemi pasur edhe atëherë dhe kam paralajmëruar që do ta sjellim një pako. Pako e tillë, pra në këtë rast përbëhet prej 122 milion eurove shtesë buxhet që sigurohet nga të hyra shtesë të projektuara bazuar në trendin aktual, siç është tatimi në të ardhurat personale apo mbledhja të VSH së brendshme, si dhe të hyra të tjera që parashihen në tabelën 1, ndërkaq pjesa tjetër pra e mbështetjes për ta kompletuar pakun në vlerë prej 200 milion eurove, pra sigurohet nga linja ekzistuese buxhetore. Sigurisht, pra që kjo pako është për mbështetje të qytetarëve dhe është pako emergjente. U përmend këtu që ishte parapar një rishikim i rregullt dhe ajo është në plan. Pra nëse mundson kuvendi edhe ajo do të bëhet. Vetëm se për rishikim të rregullt, patjetër që duhet dëgjime buxhetore me gjitha organizatat buxhetore që i prek rishikimi. Në këtë rast ky rishikim e prek vetëm një organizatë buxhetore që është Ministria e Financave. Edhe një gjë duhet shtuar, që ndërmjet seancës që kemi pasur për votimin e ligjit bazik të buxhetit, pra ligjit për ndarje buxhetore, dhe ditës së sotme ka ndodhur një gjë shumë e madhe. Është lufta në xhirin persik. Pra kjo luftë e ka shkaktuar debatin që kemi pasur këtu në seancë, se si të dilet në mbështetje qytetarëve, dhe ai debat tani e shkakton pra këtë pakë mbështetëse për qytetarët. Prandaj konsideroj që është tepër e rëndësishme që si deputet, si kuvend, të jepni mbështetje këtij projekt ligji, ta votoni këtë projekt ligj, këtë ndryshim plotësim në mënyrë që të mundsohet pakoja mbështetëse për qytetarët. Pra nëse me të vërtetë është interesi qytetarëve në pyetje, nëse me të vërtetë keni brengën që qytetarët duhet të mbështeten në këtë kohë, pra që është rënduar situata për shkak të luftës në xhirin persik me rritjen e çmimeve, atëherë ju lutem që ta mbështesni këtë pako. Të gjitha procedurat, pra edhe ju siç e dini, është një apo dy faqe rishikim me gjithë tabelën, nuk është se ka diçka që po shpikim të re, ka ndodhur edhe më herët, kjo parashihet edhe me ligjin për financat publike, pra parashihet rishikim për organizata specifike buxhetore. Në këtë rast e kemi vetëm Ministrinë e Financave që po rishikohet buxheti. Ka ndodhur edhe në vitin 2022 një gjë e tillë, pra nuk po ndodh për herë të parë. Prandaj edhe një herë ju lutem, pra që ta mbështetni këtë pako që të dalim në ndihmë qytetarëve. U përmendën edhe zgjedhjet se gjaja qëllimi qenka që gjithçka të bëhet që të shkohet në zgjedhje. Në fakt pikërisht sot, kështu si jeni, të gjithë deputetët edhe mund t'i parandaloni zgjedhjet. Pra sot mëngjes besoj e keni pa lëvizjeve të vendosje ka dhënë një ofertë sa i përket çështjes së zgjedhjes së presidentit, që ju si opozitë të vini me 3 emra, me 3 propozime dhe kjo çështje mund të zgjidhet sot. Pra fare s'ka nevojë as të diskutohet çështja e zgjedhjeve. Faleminderit.